Jemi rikthyer nderuar të shikues të pjesa e dytë, që është një pjesë mjaft interesante, cilën ne diskutojmë vazhdimisht. Në këtë pjesë të emisionit do të flasim për ngjarjet kryesore të aktualitetit. Floriana Lala dhe Gjevari Zhabina janë në studio bashkë me dy kolegët Antona Bilekaj dhe Artan Orxha. Në lidhje direkte, pasi të flasim për pjesën një pikë të parë, unë do të kem avokatin në Kujtim Cakrani, tani ish avokati i Ilir Metës. E keni marrë regje, po përpiquni të kapni se... Ose në asini dhe batanie të flemë këtu që të sa të dalë kujtimi. Se mund të ishte i parja i përshëm. Se kjo s'ka kuptim. Punohet dhe del zoti kujtim. Se avokati që sjellshëm, në çdo rast. Ka njerëz më të sjellshëm se avokati. Tani, aksionet e fundit, goditja e SPAK ndaj pasimit parave, rezultatet. Kemi si pjesë të parë. Pritjuni për avokatin, a? Aksionet e fundit SPAK për të goditur pasimin e parave të narkotrafikut kanë qenë mjaft domethënëse. Çfarë detaje të reja kemi nga të dyja goditjet? U bën dy goditje. Kush nis? Orxha është lodhur pak, Klodi ti nis. Tani, janë të njohura botërisht fakte që prokuroria e posaçme bëri dy goditje të dy grupimeve kriminale, një grupim që kishte të bënte me pastrimin e parave, trafikun e drogës, por edhe tjetërsimin e pronave që lidhet me Zvërnesin, dhe bëhet fjalë për grupin e drejtuar nga Artur Shehu dhe po ashtu dy degëzime që kishin të bënin me trafikun e drogës, të drejtuar konkretisht nga Luciano Koçeku ose Artur Koçeku dhe Alfredo Hamzaj, dhe në kuadër të këtij aksioni u sekuestruan pasuri në thuajse gjysmë miliardi euro. Dhe për herë të parë pati një sekuestrim masiv të resorteve, blokim të leve të ndërtimit, por edhe të vilave luksoze apo kullave të larta në Tiranë, të cilat nga hetimet rezultonte se ishin ndërtuar me parat e trafikut të drogës. Ndërkohë që grupimi dytë kishte të bënte pikërisht me atë që njihet si perandoria e drogës së Shpëtim Aliut, i cili njihet dhe me emrin Salvador Aliu. Shpëtim Aliu nuk është se ishte një personazh shumë i njohur për autoritetet shqiptare dhe për median, për shkak se pjesën më të madhe të kohës kishte operuar në Ekuador dhe në vendet e Amerikës Latine, por nga hetimet e SPAK rezulton se ai furnizonte me drogë të paktën, me kokainë, të paktën 4 grupime shqipforce të drejtuar nga Dritan Gjika, Eldi Dizdari, Armando Pacani dhe Sokol Bibaj, dhe gjithashtu dhe një grupim tjetër që drejtohej nga Jetmir Pepaj dhe vllai i tij Alex Pepaj. Edhe në këtë rast, prokuroria e posaçme sekuestroi pasuri në vlerën e 150 milionë eurove që ishin kryesisht ndërtime në jug të vendit apo në zonën e Gjirit të Lalzit. Tani problemi është që po të shikosh dosjen e timore, mendoj që ajo çfarë SPAK ka sekuestruar është vetëm maja e icebergut, sepse në rastin e organizatës së drejtuar nga Shpëtim Aliu, rezulton për shembull në një nga komunikime që Eldi Dizdari, i cili bashkëpunonte ngushtë me këtë organizatë kriminale dhe furnizohej me kokainë, në vetëm 3 javë i ka transferuar 8 milion euro Shpëtim Aliut në Ekuador. Ndërkohë që flitet sipas dosjes hetimore që ai ishte i gatshëm të kalonte dhe të nxirrte nga portet e Europës, kryesisht në Anvers dhe në Rotterdam, pra në Belgjik dhe në Holand, deri në 10 ton kokainë. Pra vetëm për sasitë e sekuestruara deri më tani, që janë 5 sasi në total, pra 5 ngarkesa, prokuroria e posaçme pretendon që organizata e drejtuar nga Shpëtim Aliu ka pastruar 30 milion euro. Dhe kjo shumë parash bëhet fjalë vetëm për në më pak se 2 vite, që është periudha ku ata kanë komunikuar dhe që ka të dhëna sipas hetuesve për paratë e pastruara. Ndërkohë që nuk ka asnjë të dhënë, dhe kjo mbetet sfidë për autoritetet, për pasuri të tjera që mund të jenë brenda apo jashtë vendit, apo mund të jenë të investuara në kriptomoneda. Për shembull, sa i përket pasurive të Armando Pacani, që është konsideruar një ndër lojtarët më të rëndësishëm të narkotrafikut, prokuroria e posaçme deri më tani nuk ka rezultate konkrete, sepse aktiviteti i tij ka qenë kryesisht jashtë vendit. Çështja është, a ka pasuri Armando Pacani të fshehura në Shqipëri në emër të personave të tjerë? Deri tani nuk kemi një përgjigje nga ana e SPAK. Së dyti, a ka investuar ai në ndërtim apo në forma të tjera në turizëm sa i përket Shqipërisë? Mbaj mend që disa vite më parë ai kishte të regjistruar një kompani në Sarandë,
të cilën pamje të pare kishte pa aktivitet, por ne nuk dim ende, dhe kjo mbetet sfidë për autoritetet, për të parë nëse ky personazh ka pastruar ose jo para në Shqipëri. Eldi Dizdari rezulton të ketë disa pasuri të papërfillshme në raport me aktivitetin që kishte, sepse po të shikosh dosjen hetimore, sikur se thash, ai vetëm në një periudhë të shkurtër prej 3 javësh i ka dërguar Salvador ose Shpëtim Aliut 8 milion euro. Llogaritë se sa para ka fituar ai nga trafiku i drogës, ndërkohë që pasuritë të cilat janë sekuestruar në emër të tij, po të shikosh dosjen hetimore, janë shumë të pakta. Ndërkohë sa i përket Dritan Gjikës, thuaj nuk ka asnjë pasuri të sekuestruar brenda vendit. Çka do thotë që pyetja që mbetet sot është a ka pasuri të tjera që po jetohen nga SPAK? Në fakt po të shikosh me kujdes hetimin e prokurorisë posaçme thotë që është duke vijuar hetimi sa i përket pastrimit të parave. Por ama këto dy dosje edhe në rastin e Artur Shehut, të Luciano Koçekut apo të Alfredo Hamzait, patjetër që ka pasur sekuestrim vlera më të larta, sepse bëhet fjalë edhe për kalimin e një shume të madhe parash për 128.4 milion euro që lidheshin me transfertën për pronat në Zvërnec, por nga ana tjetër, mendohej që ka shumë kulla të tjera ku ato kanë investuar dhe shumë biznese tjera ku ato kanë investuar. Çka do thotë tani janë persona të bashkëlidhur, të cilët janë përdorur në vetë të tretë në komunikimet e tyre, që janë nështruar kontroleve dhe është duke u parë nëse kanë kapacitetin e duhur financiar për të zotruar pasuri që ato zotrojnë aktualisht. Për shembull, në momentin që Luciano Koçeku ka komunikuar me Alfredo Hamzain apo me Ilir Shtufin për çështje të caktuara dhe që kanë të bëjnë me transfertat e parave, prokuroria e posaçme aktualisht është duke parë nëse realisht emrat e tretë të biseduar mes tyre kanë ose jo pasuri të justifikuara. Kështu që kjo pjesa e pastrimit të parave, zoti Rakipi, është një çështje e cila në thelb është sfidë për autoritetet, sepse shumë para të trafikut të drogës qarkullojnë në kriptomoneda, gjë që është e pamundur për autoritetet shqiptare për t'i hetuar. Së dyti nuk ka një hetim të paktën deri më tani, përveç se një rasti të Elbasanit që është hetuar jashtë vendit, nuk ka një hetim që pasuritë të narkotrafikantëve shqiptar të jenë sekuestruar në vendet e Bashkimit Evropian. Për shembull, po të shikosh, në Firenze janë disa grupime kriminale që kanë investuar në miliona euro, po ashtu kanë investuar në Milano apo në Britaninë e Madhe, që janë parat të investuara nga trafiku i kokainës. Për shembull, grupimi i Sokol Bibës, aktivitetin kryesor e kishte në Mbretërinë e Bashkuar, dhe deri më tani nuk ka një bashkëpunim mes autoriteteve që të kërkohen nga autoritetet shqiptare pasuri të cilët mund të jetë vënë nga trafikantët shqiptar. Ama nga ana tjetër, autoritetet e huaja, si belge të Mbretërisë së Bashkuar apo dhe holandeze dhe suedeze mos gabohem në një rast, kanë kërkuar ndihmë të ndërsjellje juridike për sekuestrimin e pasurive për atë aktivitet kriminal që mendohet dhe dyshohet që është kryer brenda vendit të tyre. Kështu që historia e pastrimit të parave është një histori që do shumë kohë, do shumë bashkëpunim me autoritetet e huaja, dhe ne kemi parë vetëm majën e icebergut. Por ama këto dy dosje na kanë treguar atë që ne kemi thënë prej kohësh. Lidhja mes pra parat e trafikut të drogës janë investuar në kulla të larta dhe që patjetër më pas është përdorur lidhja mes krimit, politikës, biznesit e tjera me radhë. Dhe këto dy dosje e kanë dëshmuar zyrtarisht të gjë që në fakt thuhej nga ana e gazetarëve, por nuk gjente bazë në anë dokumentare apo në dokumenta zyrtare. Dhe kjo tregon më së miri që vitet e fundit të gjitha pjesa dërmuese parave që vinin nga trafiku i kokainës janë investuar kryesisht në kulla të larta, në rezorte luksoze, në blerje pronash, në tjetërsime tjera me radhë dhe dyshoj shumë, mbetet për ta hetuar prokuroria, janë investuar miliona edhe sa i përket shitblerjes së votës. Sepse ne kemi patur vetëm 2 raste, 339 dhe 184, që ka qenë hetim tërësisht shqiptar, që ka të bëjë Durrësi dhe Dibra. Jo vetëm tërësisht shqiptar, Gjermani ishte pak. Ishte tërësisht shqiptar në kuptimin e komunikimeve, pra nuk ishte aplikacione të koduar e tjera me radhë, po në rastin konkret, duke qenë se ka platforma të cilat kanë ekzistuar edhe gjatë kohës para zgjedhjeve parlamentare të 2021-shit, ndoshta kjo mund të ndihmojë prokurorinë për të patur edhe një rast të financimit të zgjedhjeve, pra të financimit me para të pista të fushatave zgjedhore, dhe kjo në fakt do të provonte edhe atë cilën shumë gazetare kanë thënë, por zyrtarisht nuk është provuar që parat e trafikut të drogës të jenë investuar në çështjet e fushatave zgjedhore. Edhe pse, në fakt po të shikosh të dhënat, mënyrën se si operohet në zgjedhje, eksponentët që përfshihen apo grupime që interferojnë,
të lënë të kuptosh dhe të ngrenë dyshime të arsyeshme që kjo ka ndodhur. Megjithatë, duhet një dosje e kopësitur e prokurorisë që kjo më pas të thuhet zyrtarisht dhe të përmendet edhe në raporte dhe që mund të shërbejë më pas për ndryshime ligjore apo forma tjera. Pa diskutim që në veprimet e fundit të SPAK-ut, për dosje të cilat SPAK-u i ka referuar që në 2021, më falë që, 2021, është e para është e 2021. Pastaj në 2024 i ka bashkëngjitur akuzën e narkotrafikut. Sigurisht që është një veprim pozitiv, edhe pse hetimet shtrihen në kodën hapësirë, dhe hetimet në kodën hapësirë duhet ishin për çik më përpara, do kishin parandaluar shumë gjëra. E dyta, kemi të bëjmë me hetime historike. Çfarë do thotë? Historike në çpik pa me. Sepse janë hetime për veprime në 2019 deri në 2021. Nga 2021 deri sot janë 5 vjet. Nuk ka. Në botën e narkotrafikut 5 vjet është ndryshim shumë i madh. Ka shumë ndryshime. Kalon nga ngarkus atje, nga Hamall bash Bos, 5 vjet. Qartë. Por thash sigurisht përkimi i momentit veprimit të SPAK-ut edhe me protestën ishte një gjë pozitive sepse u dha edhe një lloj shpjegimi pretendimeve apo pakënaqësisë që kishin njerëzit që dolën shesh. Gjithsesi jemi akoma në fazën e hetimit. Pra, nuk kemi vendime gjyqësore. Pjesa tjetër, a pastroshin para në Shqipëri, këta dinte dhe Bufi. Jo më... Nuk e justifikonte... Edhe Bufi vetë të ati? As një gjë atë që ndodhe në Shqipëri përveç se pastrimit parave. Pra, një industri ndërtimi dhe industri turizmi që ishte në shkëlqimin e vetë, një popullsi që rrudhej, rroga që nuk rriteshin dhe metri katror që ikin në stratosferë. Ndërkohë euro, kur ka ardhur Edi Rama, ka qenë 1 euro me 1.400 lekë. Sot 1 euro ishte 93. Pra 930. Pra imagjino çfarë ka ndodhur vetëm sa lekë më pak. Pra vetëm në këtë këto dy elementë marrësh e kupton se me çfarë. Era euro këtu do se euro jashtë e valle. Po patjetër po euro këtu ka humbë e kanë humbë qytetarët shqiptarë që kanë emigrantët që kanë mbyllur lekët në depozita se bankat e nivelit 2 i kanë portofolet plot. E kanë portofolet plot. Tani bankat janë kështu më që sportelët i pastrojnë. Ky është një nivel, vetëm këto dy elemente dëshmojnë që aty po pastroheshin para dhe nëpër masën e mëdha. Problemi i madh që pati Shqipëria është që kryeministri dhe qeveria krijuan një sistem që ta përthithin këtë lloj paraje. Pra jo vetëm që nuk e ndaluan, por bën të kundërtën. Krijuan një sistem që si kjo para të hynte në Shqipëri dhe të investojë në këto ndërtime. Këto janë dy degët bazë të ekonomisë shqiptare sot. Industria e ndërtimit dhe turizmi. Aty erdhën ata. Fillimisht hynë si blerës, të thjesht, pastaj kaluan në te kompanitë që kishin probleme se merrnin dot kredi, ata u futën si investitor, pastaj u bën ortak dhe në fund u bën vetë biznesmen. Pra ata e kompletuan, e mbyllën ciklin. Tani, me hetimet që ka bërë SPAK-u, thash, problemi është janë hetime historike, unë doja që kishin hetime dhe gjithë qytetarët do donin që kishin hetime çka ka ndodhur, sepse di çfarë ka, kur shikon ato dosjet e atyre viteve, unë shikoj ca emra që sot e di se kanë ndryshuar top listat. Qartë. Bosët e vërtet sot janë pa prekur fare. Dhe ajo që po bën SPAK-u, çfarë është? Në qoftë se prokuroritë e vendeve të Bashkimit Evropian godasin organizatat shqiptare që shesin narkotika atje, por paranë e sillin në Shqipëri, SPAK-u nuk bën të kundërtën dhe duhet ja kërkojë atyre partneritetet sipër, që të goditen atje organizata shqiptare që kanë aktivitet edhe në Shqipëri edhe atje. Dhe nxjerrin para nga Shqipëria atje. Rasti i Firences në fakt është çik problematik. Pse? Sepse gjykata në Firence, në fakt mos e ngatroj e Veronës, ka marrë një vendim tjetër, i ka liruar ato pronat atje dhe ka filluar i procedimin e prokurorit. Nga Shqipëria që kërkoi bllokimin e pasurive atje. Sepse ka tjetër sistemi. Ne ja kërkojmë SPAK-u, në fakt ne këto duhet ja kërkojmë GKK-s. GKK-ja është ajo që e rregullon sistemin, e pastron sistemin, është ajo që merr vendimet. SPAK-u është njëra nga palët që shkojnë në proces. Gjithsesi SPAK-u deri tani ka bërë aq sa ka mundur, kemi kërkuar më shumë dhe jo vetëm dosje thash që vinë që andej. Ne na mungon kjo pjesa jonë. Sot organizatat më të mëdha që operojnë territorin e Shqipërisë nuk janë kapur, nuk janë goditur. Dhe në dy rastet e fundit, në dy operacionet e fundit, çfarë pamën? Sa veta u arrestuan dhe sa janë goditur. Pra, në total numri apo vlera e sekuestrimit është shumë i madh. Në qoftë se do shkojnë në konfiskim
nga 500 milionë euro. Sa shkojnë këto vlera, e thamë në herën e kaluar? Së bashku shkojnë 750. 650 milionë. Pra, në qoftë se ti do të shkosh në konfiskim me 100 milionë euro, ti ke thyer rekordin. Në këto raste. Sepse janë dhe tjetra, por kush është problemi tjetër që ka SPAK-u në këtë rast? Evidentimi, ku ka shkuar, në çmas është paraja e ardhur nga narkotrafiku? Ben këto para tani. Më falë, në çmas është kjo para, në çmas janë parat e qytetarëve shqiptarë, emigrantëve, që kanë investuar që në themelit për ta blerë lirë apartamentin. Janë dhe lekët atyre. Kjo para e madhe tani. Jo, se ka dhe një problem pan. Pra, kjo duhet evidentuar në mënyrë që mishi të piqet dhe hellit mos digjet. Pra, do ta kemi të qartë, unë të bëj apel të qytetarëve që të mos shqetësohen për këtë gjë, sepse ka një fazë të mëvonshme ku sigurisht paratë e tyre që janë në rrugë të ndershme, edhe pse janë investuar aty, ata kanë kontratat e porosisë, secili me kontratën e vet, shkon e paraqit kur ta thresin atje dhe mbron investimin e vet, sepse një kull, për shembull në zonën ku jam unë nga Fresku, aty është sekuestruar po ndërtohet një kull 34 kaçe. Po kam blerë qytetarët kanë hedhë lekë aty. Pronarja e tokës është kolegja jo. Ta hesh këta s'ka faje, sa ndodhja, ditë mori telefon, ore si t'ja bëj tha. Ku jam unë këtu? Si t'ja fare po s'kishte lidhje fare pronari i tokës, i ka ardhur ajo oferta atje, është nxjerr leja, ai që ka nxjerr leje nuk është narkotrafikanti, kompania zbatuese është identifikuar dhe ajo është ndihmuar ose mund të jetë investuar nga paratë ardhur nga narkotrafiku, se ta i kanë kesh, dhe kjo krijon problematikën. Por thash herë, kjo është pjesë e timit dhe sigurisht sot një nga dhe këtu do ta mbyll, një nga defektet që shohun tek pjesa e SPAK-ut, që ata nuk është se nuk e kanë bërë apel dhe kanë kërkuar ndihmë, është se mos nuk kanë prokuror ekspert për krimin për pastrim e parave, për krimin kibernetik dhe hetuesit e BKH-s që ata kanë marrë deri tani, ende nuk janë në nivelin sepse është një natyrë krimi që s'e kemi jetuar në të kaluarën. Dhe kjo do një hetim krejt ndryshe nga ajo që është bërë deri sot, rruga që është ndjekur deri sot. Pra, kur ti vetë bllokon një kull, 34 kaçe, duhet të kuptosh se 34 kaçi, 5 kate janë të narkotrafikut. 10 kate janë ndërtuesit, pjesa tjetër janë qytetarë të thjeshtë. Popullata që ka paguar lekë prandaj ti duhet ta ndash aty. Shkurt a mund të bëj 34 kate kjo kull pa lekët e drogës? Po pati, ora, se do merr leje për 10 pastaj, kupton? Ata merr leje normale tu aty. Po leje për 10 nuk ta jep kryeministri. Po dakord, më do bëj një pallat normal, po them, nuk do arkitekti holandez nuk të vjen për kull 10 kaçe. Por këtë po them, jemi në tjetër mendimi, po them, po thjesht aty do merr një pallat normal. Po kryeministri thot sa më lart. Gjë fare kështu. Jo, vetëm dy fjali. Së pari unë mendoj që SPAK ka një mangësi sa i përket hetimit proaktiv. Do thot që nga 2021 që operonin këto dy grupime kriminale dhe që në këndvështrimin tim kanë vjuar dhe më pas, ne nuk kemi më pasuri të cilat janë hetuar apo nuk kemi asnjë të dhënë për aktivitetin e tyre. Një, çfarë do thot hetim proaktiv? Të gjithë njerëzit e tyre të bashkëlidhur, të dyshuar etj me radhë mund të ishin vëzhguar, mund të ishin përgjuar, mund të ishin parë flukset e parave, ndërtime që po kryeshin etj me radhë. Kjo është një pikpyetje dhe një mangësi që duhet besoj të rregullohet ose të ketë bashkëpunim. E dyta ka të bëjë pikërisht me ato qytetarët të cilët kanë blerë tek këto prona. Jo të gjithë qytetarët kanë blerë mes Tiranës në 2, 3 apo 4 kulla, sa ato nuk janë për qytetarët e thjeshtë, janë për të ngjashmit e tyre. Por ka në zona periferike pasuritë sekuestruara ku njerëzit kanë hedhur, pra një qytetar, një çift bashkëshortësh kanë hedhur gjithë mundin e jetës tyre. Dhe ndërkohë papritma se kanë pasurinë sekuestruar. Sigurisht ajo mund t'ju kthehet në përfundim procesi gjyqësor etj me radhë, por kjo krijon një lloj problematike, një lloj pasigurie, një lloj destabiliteti në familjet shqiptare. Dhe në këtë aspekt, mendoj që SPAK duhet të jetë pak më i kujdesshëm dhe kam parë për shembull ditët e fundit që shumë avokat kanë vajtur me kontrata porosie, me kontrata të shitblerjes së pronës, duke pretenduar që klientët e tyre i kanë pasur pasuritë e ligjshme. Patjetër që goditja kundër parave të trafikut të drogës duhet të jetë frontale dhe këtu nuk ka asnjë diskutim sepse ata cënojnë absolutisht sigurinë këtu në vend, krijojnë problematika të ndryshme tjera me radhë, patjetër që në një farë mënyrë të humbur janë qytetarë shqiptarë se paratë e drogës kanë rritur çmimet e tjera, por në këtë pikë, në momentin që bëhen sekuestrime, duhet të ketë shumë kujdes për mos shënimin e interesave të personave të tretë pa lidhur me narkotrafikun. Zhabina, shkurt, lutem se do të kemi dhe avokat në Ilir Metës. Po, ajo ka ndodhur një gjë. Ajo që është të shqetësuese, po them në dosjen e Salvator Aliut edhe
personave të tjerë për cilët janë shpallur pjesa më e madhe në kërkim, është që për shumë një detaj shumë i rëndësishëm që më ka bërë përshtypjen atë histori është që në vetëm 3 muaj, në gusht, shtator dhe tetor të vitit 2020, Salvatore Aliu i sjell vllajt të tij 30 milion euro cash, për cilat një pjesë ata i kanë të investuar, rreth 3 milion euro investuan në një rrjet marketesh në qytetin Elbasanit, për cilën ata në komunikime thonë që ne aty humbëm, po nuk ka problem sepse ne pastruam disa para që më pas... Humbën 3 milion euro. Po pra, humbën 3 milion euro dhe nuk e kishin problem se e kishin humbur, se kishin arritur të pastronin ca para të tjera që i futën pastaj në sistemin legal, që u përdorën për të marrë leje, për të blerë apartamente, madje spaku në atë dosje thotë që janë kompanitë e këtyre personave kanë hyrë nën kontraktore dhe në tendera të ndryshëm në Shqipëri, duke pastruar para edhe nëpërmjet tenderash. Një tjetër detaj rëndësishëm në këndvështrimin tim është edhe një komunikim që Salvatore Aliu ka me një person i cili ende nuk është identifikuar nga prokuria e posaçme dhe aty në komunikime që ata kanë, Salvatore Aliu thotë që unë kam ndërmend të pastroj parat duke investuar në Flori dhe Ar, ndërsa ky personi pa identifikuar jep një këshill që është budallik që ti të investosh në Flori dhe Ar, pasi është shumë e rrezikshme. Flori dhe Ar, një lojës. Lingota Ari. Në Lingota Ari, po them, është shumë e rrezikshme, thotë, sepse ka shumë procedura ligjore, por i vetmi sektor ku ti mund të zbardhësh lek, i thotë ai, është ndërtimi. Dhe ai jep idenë që si duhet të investoj dhe në çfarë mënyre duhet të i kanalizoj paratë e tij. Kjo tregon që deri në çfarë nivele kishin arritur, po them, investimet në sektorin e ndërtimit sa i takon personave të cilët merren me trafik ndërkombëtar dhe trafik ndërkombëtar kokaine, por edhe sasinë e madhe të parave që ato kanë sjellë, sepse spaku në këtë dosje ka të identifikuar 30 apo 40 milion euro dhe po flasim për 3 ose 4 muaj xhiro, ndërkohë që Eldi Dizdari në komunikimet e tij thoshte Salvatore Aliu që unë kam nevojë për 10 ton kokainë në javë. Sa më shumë të sjellësh, aq më mirë është për mua sepse unë kam tregun të 10 ton në javë. Pra ma nuk ka asnjë pasuri të sekuestruar, ose më saktë pasuritë e sekuestruara të tij në Shqipëri janë të papërfillshme. Dhe ai mund të ketë miliona euro në Dubai, në Brazil, në Peru, nuk e din çdo vend tjetër të mundshëm. Gjithsesi bie dakord që hetimi pasuror duhet të jetë pak i kujdesshëm, por duke parë mënyrën se si kanë funksionuar dhe si ka jetuar spaku në këtë rast, kam përshtypjen që një pjesë e mirë atyre 650 milion euro të sekuestruara në këndvështrimin tim me çfarë kam lexuar do të shkojnë në konfiskim. Ylli, bëj vetëm një ndërhyrje tek kjo pjesë. Shiko. Ky libri që ka dalë tani së fundi, Dosjet e Shqipërisë, që ka shkruar edhe Rama të parë, thënë. Nuk ka material më të koncentruar që jepet spakut për të hetuar pastrimin e parave në Shqipëri. Kjo dhe me emrat e arkitektëve? Nga narkotrafiku. Atje janë 523 projekte të deklaruar vetë nga 6 studiot. Çdo studio ka i kapitull, ka deklaruar vetë se që ka bërë. Nga këto, 57 projekte janë ndërtuar tashmë. 53 janë në ndërtime sipër dhe 47 të tjera presin leje. Mere të gjënë që e kanë shkruar e kanë deklaruar vetë, është deklarim i lirë, është burim i hapur në këtë moment, një oficeri BKH-s i fut një referim atje dhe që aty vetëm të marrësh, dhe mos u merr asgjë tjetër, lërë gjithë gjërat e tjera të ndodhin. Vetëm merr këtë gjë, ata i kanë deklaruar vetë dhe janë të gjitha studiot të huaja ndërkombëtare. Dhe unë po them brenda këtyre 6 studieve, a disa janë hetim jashtë. Kaq mirë, ço letër porosit. Këto paratë e sekuestruara mos i marrin prapë këta jo. Ka forma dhe mënyra të ndryshme, se disa pasuri sekuestruara, por është një diskutim tjetër mendoj, përpiqen pra gjithë pasuritë e sekuestruara, bosët e krimit përpiqen të rimarrin prapë në administrim përmes emrave të dytësor dhe tretësor apo personave të cilët ata zgjedhin, por ky është një diskutim pastaj shumë i madh që duhet parë hap pas hapi. Diskutimi më madh që duhet para pas hapin, edhe do ta kemi në proces këtë, sigurisht në ditët e ardhshme të emisionit dhe në një emision për mbledhjes që do të kemi për çka bërë spaku në një vit, në një gjithë periudhë të këtij sezoni. Tani kalojmë në një moment tjetër që është i rëndësishëm, mendoj unë, vave madhe shumë, Meta tani ka bërë divorc edhe me avokatin e ti, zotin Kujtim Cakrani. Zotin Kujtim, mirë mbrëma, a je mirë?
Mirë mbrëma, faleminderit dhe përshëndetje në studio. Na va pas si jetani ti. Po, unë kam një lumin që më kalon të Çifliku dhe vete atje që freskoj merë pasere, kështu që jam mirë nga vapa. Në lumë vete. Po, kam lumin, më kalon alpë dhe kam... I mirë, po, mos është i rëmbyer kjo se të merë, se këto tani ka filluar lumen të marrin popullatën. Aty tek unë është i qetë. Temperatura shumë të larta, zoti Cakrani, gjëra të habitshme dëgjojmë, është protesta tani këtu në qendër, në Tiranë, vazhdon akoma, vazhdon çdo ditë dhe ne jemi detyruar të mbetemi dhe ne në punë, as pushime as gjë. Vetëm Fevziu ka ikur me pushime dhe ai presej, ai kishte shar qend. Qend Ka ikur në palasë, kishte thënë qend ngacmojnë trembin turistët dhe bashkia kishte vajtur, kishte elmu qend. Në mënyrë masive, kishte hedhur elm qendve. Prot gjëra të çuditshme po dëgjojmë. Kjo. Po. Se ditje? Jo, nuk e di. Ku kjo? Ku ka Do dalin ambientalistë? Në palase këte, deni i marri që në elmu qend, i shedhu helm bashkia në Afrikë e Fevziu. Se ufton më shumë se ti. Tani, Ufton më shumë se ti. e bëra pak edhe për shkak të vapës, që është gjitha ndej prapur e të gjitha dhe na ndodhin edhe gjitha tira. Ndërkaq, sot është mësuar që ju nuk do të jeni më avokati Ilir Metës. Çfarë ka ndodhur zotëri se ju, ti ishe një njeriu i dëshiruar i tij, i lidhur, edhe të zgjodhi për besim. Ka një moment, zoti Rakipi, që përfundoi dhe dashuritë e mëdha, kupton? Edhe dashuritë e mëdha thua ti marrin fund? Po patjetër që marrin, ne ka treguar historia, koha, gjitha me radhë, kështu që ishte një dashuri e madhe dhe s'kishte të përfundonte ndryshe. Përveç se me divorc. Përveç se me divorc, thua? Po, kështu që ishte një dashuri e cila në fakt zoti Rakipi për te humorit kishte paktën 2 seanca që unë dhe zoti Meta nuk po gjeni më gjuhën e përbashkët. Kjo për shkak sepse kishte humbur edhe në fakt të mirëbesimi, sidomos seancën e fundit të datës 24, ku dhe zonja Lala ka informacionin e dur sepse është e informuar, pati edhe debate, madje dhe tensione në sallë, edhe kështu që... Ore, se tani ti ishe aq i besuar sa të thoshe unë vë pasurin time në favor të ti. Kjo nuk ka lidhje. Kjo nuk ka lidhje. E që dëshurit e më dha bjendë. Jo, pa i mund e ve pasurin prapë, edhe pse s'është avokat. Qiko, problemi që ndronë, zoti Rakivi, që unë vazhdoj të besoj që zoti Meta është i pafajshëm. Kjo nuk do të thotë që unë, me që se unë kam bërë divorcin me të si klient avokat dhe nuk dyshoj mendim që a ishte aty për shkak që për arsye jo sfaje penale, po për arsye politike, dhe këtë kam bindje. Kjo nuk do të thotë asgjë, nuk kam dyshuar mendimin tim, absolutisht jo. Problemi që ndron që zoti Meta këtë periudhë ishte mendonte se ndaj ti kishte edhe komplote të natyrës procedurale apo juridike dhe... Ka thënë komplot për ty? Kjo jo për mua, jo, për veten e vetë, kështu që mua nuk më rezulton një gjë e tillë, zoti Meta ma se di më shumë, por me aq sa unë kam informacion nga dosja aty dhe nga sa unë jam informuar, nuk ka si komplot ndaj ti, nuk ka dëshmuar askush kundër ti, nuk ka si provë ndaj ti kundër, por nuk e di sepse zoti Meta mendon se ndaj ti është bërë një komplot. Pa dyshim që është bërë një komplot ndaj ti, por nuk ka lidhje fare me procesin gjyqësor. Absolutisht jo. Ka lidhje me anën politike, me kundërshtarët politike. Pra me sa kuptoj unë ju e pas keni vërtet se jo, taktikat i kanë përdorur, unë veliu e përdori taktikën që për ta shtyre të gjithë. Dhe unë mendova se mos e kanë bërë dhe këta për taktikë, për ta shtyre. Jo, nuk jemi e para njerë që nuk bëjnë këto taktika dhe e dyta nuk jemi në momente të tilla për të përdorur këto forma taktika e gjëra kësaj natyre. Jemi në një moment procedural që ka nisur hetimi në themel, janë bërë 2 seanca apo 3 seanca më saktë, dhe kështu që jemi në këtë. Nuk e di zoti Meta pse mendon se ndaj ti ka një komplot dhe ka një qasje që ai mendon se është kundër ti. Unë kam qenë transparent me të, me ju, me mediat, me të gjithë kam qenë transparent, madje çdo seancë kam bërë dalje publike ku e kam informuar
edhe publiku me anë të medjave që për seancë gjyqësore, dhe kështu që unë nuk kam patur asgjë të fshehur, qoftë personale dhe qoftë edhe ligjore dhe procedurale me zotin Meta. Besoj se zonja Lala ka qenë njeriu më aktiv që dhe pyetjet i ka bërë dhe ka qenë prezent në sallë dhe ka parë që nuk besoj se mund të Seancën e fundit ju ndoqa nga jashtë zoti Cakrani për shkak se ju e dini, unë kisha takim me një gazetar të huaj për një intervistë, cilin ju e takuat më pas, pra që t'jemi të hapur për publikun, po unë 2 pyetje kam për ju. A kishit ju informacion zotit Cakrani që në ambientet e paraburgimit po shkonin avokatë të tjerë, ose kishte përpjekje të avokatëve të tjerë për të kontaktuar me zotin Meta, dhe a e pyetët ju ish presidentin se përse kjo lëvizje ndërkohë që ju bënit mbrojtje në sallën e gjyqit? Shiko, unë kam qenë informuar që në ambientet e paraburgimit kanë shkuar avokatë të tjerë, madje ka shkuar dhe ish ministri zoti Alimi, Eduardi, dhe por gjithmonë për Zoti Eduard Alimi thoni ju, ha? Po, ka studio. Rreth 2 javë më parë. Zoti Alimi ka studio, më zgaboj, janë disa avokatë të studio e tyre. Personalisht zoti Alimi ka shkuar, por gjithmonë duke justifikuar zoti Meta me faktin që i duhet për Strasburg e kësaj edhe historik kësaj natyre. Unë natyrisht kam kontribuar edhe për çështjen në Strasburg, kam bashkëpunuar me zotin Ledi Bianco, edhe çështja e tij po merr atë formën ligjore pasi vendimi i gjykatës kushtetuese tashmë zbardhur. Por kjo është, thash edhe një herë, zoti Meta thash ka dhe vazhdon të ketë atë paranojën e tij që ndaj tij bet komplot. Edhe unë për këtë... Avokat, jo, t'jemi të qartë për opinionin publik. Në media ka qarkulluar një foto e juaja në praninë e zonjës Kryemadhi dhe një të pandehur e tjetër, ku është pretenduar nga njërës prani Ilir Metës që ju keni drekuar së bashku. A mendoni që për shkak të konflikteve që ka zonja Kryemadhi me zotin Meta mund t'jetë shkaku kryesor që më pas kulmoj edhe në atë debatin e ashpër, se unë ju pyeta personalisht jashtë nëse e mbani mend, por të lutem me jep përgjigje për këtë pyetje dhe më pas do të bëj edhe një pyetje tjetër. Pra, mendoni që kjo dreka e pretenduar mes jush ka shërbyer si shkak ose më saktë si ajo që si ngjarje që i vuri vulën marrëdhënies tuaj me Ilir Metën, profesionale gjithmonë? Jo, problemi qëndron që dreka ka ndodhur në një lokal afër zyrës time te Komuna e Parisit, dhe ka ndodhur rreth 1 apo 2 ditë pas seancës së fundit gjyqësore, dhe nuk ka asgjë të keqe që unë dhe zonja Kryemadhi të takoheshim. Ju e dini shumë mirë që çështja e tyre është çështje e përbashkët, dhe bashkëpunimi dhe pa marrë informacion nga njëri tjetri dhe pa dhënë informacion njëri tjetrit, ne nuk mundet ta bëjmë atë proces gjyqësor. Dhe unë thash për të bërë mbrojtjen time nuk diktojmë as nga zoti Meta dhe as nga lloj klienti tjetër. Unë di ta bëj vetë mbrojtje dhe nuk marr asnjë urdhër dhe asnjë si thon, dhe nuk diktojmë në askush për të bërë implantin tim mbrojtës. Dhe besoj se ju zonja Lala e patë edhe seancën e fundit që ku rreth një relatim 6 orë apo 7 orë ishte ajo për të cilën unë fola në gjykatë. Po, por ama nga ana tjetër, ish presidenti, zoti Cakrani, ish presidenti pati akuzat të rënda ndaj Adrian Shatku, që është një biznesmen shqiptaro-amerikan, e konsideroi agent të UDB-s, madje pati përplasje me zonjën Kryemadhi, kur ajo i tha që s'mund të vish këtu me llafe grash, me llafet e 8 dushit e të Altin Dumanit, i tha që duhet cilë si burr shteti se kishte qenë president edhe kryeministre tjera me radhë, por pyetja ime është, a ishit konsultuar ju me zotin Meta dhe a ishit ju ndjeni që zoti Meta do kishte sulme të tilla në sallën e gjyqit, apo u gjendët edhe ju papritur para një situate të tillë? Shiko, unë me zotin Meta isha takuar 1 apo 2 ditë para seancës, pra seanca ishte të mërkurë, unë jam takuar të hënën në ambientet e paraburgimit, dhe padyshim me raportuar me zotin Meta, por nuk e di pse doli situata jashtë kontrollit dhe nuk e di pse zoti Meta do të kishte atë shpërthim në seancë, sepse fundit Adrian Shatku nuk ka as ka dëshmuar kundër zotit Meta, as ka patur ndonjë përfitim nga zoti Meta dhe as ka patur asgjë, asnjë lidhje me zotin Meta. Dhe nuk e di pse pati atë shpërthim, dhe mos harrojmë diçka zonja Lala, që zoti
Adrian Shaku është një dëshmitar dhe dëshmitar i kyç, madje të cilën ka kërkuar dhe organi akuzës. Dhe në kuptim të kësaj mendoj që nuk i shërben as procesit gjyqësor edhe një qasje e tillë që përdor zoti Meta ndaj dëshmitarit. Dhe kjo më bëri dhe muaj në gjatë seancës, belës kolegët tuaj e ka konstatuar që edhe unë pata një qef mbetje me mënyrën e reagimit të zotit Meta, sepse ishte një ndërhyrje pa vend dhe një ndërhyrje jashtë kontekstit. Dhe padyshim gjykata pastaj desh që të ndërhynte edhe të zbuse situatën. Kështu që situata me zotin Meta filloi që në momentin e parashtrimeve të mia, që në seancën e parë, sepse data 24 ishte dyta, dhe kështu që ai nuk qëndroi për mua këndvështrimin tim, nuk ka mbajtur një qëndrim ashtu siç duhet ta mbaj një president, sepse fundit ai ishi pafajshëm dhe nuk ka pse të hyj detajeve dhe të merret me dëshmitarët, ndërkohë që asnjë dëshmitar nuk e ka kundër. Kështu që unë mendoj se dikush apo zoti Meta influencat e kështu me radhë, ose ndoshta dhe paranoja e tij që unë bashkëpunë me zonjën Kryemadhi, ka bërë që të ftojnë marrëdhëniet tona dhe kështu që secili shikoj rrugën e vetë, sigurisht edhe mund të ndodhë. Mendoj zoti Rakipi, ju e keni ndjekur, kam dhënë maksimumin nga pikpamja profesionale, nga pikpamja qoftë dhe etike dhe komunikimi publik, dhe kam mbatur kosto të jashtëzakonshme edhe personale për sa i përket mbrojtjes 1 vjeçare apo 13 mujore që kam bërë për zotin Meta. Tani se s'dua të bëjmë e bezdishme për kolegët, po ju keni deklaruar që pasurinë tuaj e vini në dispozicion të Metës, pavarësisht kësaj ftohje e bëni sërish këtë veprim nëse do të jetë e nevojshme? Jo, tani unë marrëdhënia jonë, rrugët tona janë ndarë, po e deklaroj herën e fundit, ndaj po e pyes. Atë e deklarova herën e fundit, por tashmë nuk jam më përfaqësues i tij ligjor, ndoshta avokati që do zgjedhë. S'ka nevojë për pasurinë tënde. Base s'ka nevojë më për pasurinë tënde. Po fundja ma se s'ka dhe nevojë më për pasurinë, kështu që unë mendoj nuk kam lidhje kjo pyetje, Klodi, ju dini shumë mirë që unë kur i kam thënë ato, i kam thënë me shumë dëshirë dhe pa dyshim, unë nuk kam mbrojtur Ilir Metën, asnjëherë, ta kuptoni dhe ta dini, këtë kam thënë dhe tek ju në daljet publike, kam mbrojtur presidentin e Republikës, dhe jo asnjëherë Ilir Metën. Dhe për këtë nuk jam pishmën fare për gjithë ato punë që kam bërë, të jashtëzakonshme madje, po mos harrojmë që avokatët që do vinë pas e kanë gjetur themelet gati dhe kanë gjetur të shtruar edhe rrugën, sepse unë mendoj që zoti Meta duhet marrë papajsinë. Yllet, mund t'i bëjë... Ju i qëndroni asaj që keni... Po, zoti Hoxha? Po më bërë përshtypje kjo, ky takimi që ka bërë kaq problematik me Monika Kryemadhin, mbas seancës fundit, sepse me sa di unë të paktën kur unë kam qenë prezent. Kemi qenë në kafe, ju, avokatët e zonjës Kryemadhi, zonja Kryemadhi, unë që jam denoncues të ajo çështje, pra s'besoj që procesit i vjen në një e keqe, pse jeni ulur mbas një seance në kafe. Aq më tepër kur ju sapo e parashtruat, thatë që fati i tyre është i lidhur bashkë, nuk është, pra, divorci është jashtë procesit, në procesat e janë të lidhur bashkë. Dhe kjo më bën përshtypje, kaq shumë të ketë ndikuar çfarë drejt takimi keni bërë, domethënë që ato të tjerat që kanë quajtur takime të rrezikshme, ky i fundit që ka qenë aty brenda. Nuk ishte takim, në fakt nuk ishim në takim me zonjën Kryemadhi, ishte rastësia që unë shkova tek ai restorant, se thashë kam poshtë zyrës dhe unë atje drekoj, nuk është se shkova unë dhe kishim në takim. Zonja Kryemadhi ishte brenda aty me 2 mikeshat e saj dhe ne jemi takuar rastësisht, por nuk më vjen shumë keq nëse është kjo arsyeja dhe qetmetja që ka zoti Meta, unë ja kam vënë duke gjithmonë që unë me zonjën Kryemadhi takohem, me zonjën Kryemadhi bashkëpunoj, sepse çështja do bashkëpunim dhe pa një bashkëpunim me zonjën Kryemadhi, ne nuk mundet të rekordojmë dhe nuk mundet të bëjmë një mbrojtje efektive. Dhe zoti Meta këtë e di shumë mirë, kështu që nuk e di pse nëse ai mendon se mund të ketë një komplot ndaj tij. Kështu që nuk di çfarë them zoti Hoxha, sepse ju e dini, keni qenë prezent gjithë këto 13 muaj, unë jo vetëm anën profesionale, po dhe anën njerëzore me zotin Meta, kam qenë shumë korrekt dhe madje kam qenë shumë kristal në pikpamja e qasjes me të. Kështu që besoj se nuk jam të di shpjegim, një definicion të saktë. Dhe diçka të fundit, që një person i cili është në gjykim ndahet nga avokati vetë është një gjë krejt normale në shumë procese tjera. Pra ti
je avokati i ra dhe e ndoqe për një vit sa kishit një marrëdhënie apo një marrëveshje. Në këtë moment është sigurisht personi që është në gjykim i cili zgjedh, pra është krejt zgjedhje e tij. Unë kam parë proces që kanë edhe 2 studio atje brenda që i mbrojnë. Pra, kjo nuk është ndonjë gjë, nuk është ndonjë hata e madhe në fakt, kjo që ka ndodhur. Edhe pse është përcjell në media si lajm ditë kjo pjesa që ju keni hequr dorë nga mbrojtja e Zotit Meta. Ajo që do të bëj pyetje unë është ju vetë e keni ndjerë për para që diçka po ndodhë, sepse ju thatë që ishte kontaktuar me Zotin Halimi. Pra, nëse kjo gjë është përgatitur, pa jo thënë juve, pa avon ndjeni që do ketë një ndryshim të strategjisë së mbrojtjes së Zotit Meta, për shkak se ai planifikon derisa çështja të shkojë në Strasburg. Dhe mbase do një studio që ka eksperiencë të çështjes në Strasburg. Kjo mund të jetë në fakt. Po, Zoti Hoxha, ne këtë kemi diskutuar në momentin e parë që unë do merrem vetëm me çështjen penale në Shqipëri dhe ai për Strasburg kishte zgjedhur zotin që ka pasur këshilltar, zotin Ledio Bianco. Dhe unë kam patur në bashkëpunim me Ledio dhe i kam nisur gjithë informacionin, gjithë dokumentacionin, kështu që nuk ka qenë kjo arsyeja, sepse ne kishim ndarë këtë që në momentin e parë që unë e mora përsipër për ta mbrojtur. Kjo nuk ka pra Zoti Meta ka ndryshuar qasje në paktën këto 2 seansat e fundit dhe nuk e di arsyeën, unë mendoj se nuk është çështje profesionale, absolutisht jo, sepse edhe siç e thash dhe Klodi ka qenë prezente dhe ne kemi bërë një mbrojtje. Gjithsesi, seanca e radhës do shtyhet besoj, derisa avokati i ri do kërkojë. Hoxha vazhdon ta mbaj dyshimin avokat që ju e keni bërë një këtë gjë, po një pyetje të shkurtër. Taktika Apileka kishte edhe, po? Zoti Hoxha, shiko, do të kuptosh, është një moment shumë delikat. Po, avokati i ri do kërkoj kohë që të njihet me dosin, se çdo se voluminose. Është një moment shumë delikat, sepse unë kam parashtruar edhe kërkesa, pasi bëra parashtrimet kundër atyre të akuzës prokurorisë. Unë fakt kam parashtruar edhe kam bërë dhe kërkesa për dëshmitarë dhe arsyet dhe qëllimi pse do të thirrem dëshmitarët, dhe ta jeni dhe ju, kuptohet. Dhe është një moment procedural shumë i rëndësishëm dhe një avokat tjetër besoj se nuk do rregullonte gjë se sa të prishte punë. Kështu që ju e dini shumë mirë, njihni mirë sistemin si funksionon. Është një moment shumë delikat. Ne jemi në fazën ku po përfundon relatimi Zonja Kryemadhi do filloj thirrja dëshmitarëve, kuptohet. Kështu që nuk kishim ezauruar atë pjesën e parashtrimeve dhe kërkesave për dëshmitarë. Zoti avokat, mund të bëj një pyetje? Keni dieni se kush mund t'ju këtë bërë ato fotografi, se duket nga mënyra si janë bërë fotografitë sikur ju po ruheshit ose po ruheshit nga dikush? Jo, nuk është se po ruhem. Ajo to kanë qenë momenti që ne kemi dalë nga dhe po takoheshim, po jepni dorën, po diskutonin jashtë derës së restorantit dhe kaq, nuk është se po ruheshim. Unë thash, unë kam punën aty, më njohin gjithë dhe njoh të gjithë. Është poshtë dyrave të mia direkt dhe nuk është se ruheshim, se s'kishte pse të ruheshim. Jo, po ruheshit nga dikush për t'ju bërë fotografin, po them se ju me zonjën Kryemadhi jeni takuar edhe tek lokalit e prokuria të klasës. Fotografia mund t'ishte bërë dhe aty, po them. Po nuk e di pse ka bërë këtë fotografi, nuk e di kush është arsyeja që është bërë kjo fotografi dhe çfarë duan të thonë me këtë fotografie, kupton se nuk ka gjë këtu për të fshehur edhe për të unë nuk e shikoj atë moment në një moment të rëndësishëm, sepse ne kur nuk e kemi, unë ja kam madje dhe Zotit Meta ja kam komunikuar edhe pse ai nuk ka dashur që unë të takohesha me zonjën Kryemadhi, në atë moment unë përsëri ja kam thënë sepse kam qenë transparent me të që shiko, çështja është e përbashkët dhe ne do të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Pastaj se ju si keni marrëdhënie të një problem tjetër, por unë do të diskutoj sepse zonja Kryemadhi është e përfshirë dhe madje zonja Kryemadhi është ajo e të cilën përmendet në dosje dhe Zoti Meta është ai i cili nuk përmendet asnjëherë aty. Kështu që unë nuk kam fshehur dhe nuk kisha asgjë për pse të fshihesha për këtë gjë. Okej. Jo, s'kam një pyetje të madhe, po para Zotit Sakrani ka qenë Zoti Gjokutaj avokat. Dhe nuk e dim arsyet pse iku, mos janë të njëjtat arsye. E dini ju arsyet pse u largua Zoti Gjokutaj? Se mos janë të njëjtat arsye që janë larguar dhe ju.
Unë zoti Gjokutaj ka mik edhe nuk sinqerisht zoti Gjokutaj ka është larguar në atë periudhë, më tha jam larguar për shkak të ngarkesës që ka me zotin Berisha si çështje dhe nuk e kam pyetur dhe nuk jam futur kur, nuk kam pasur interes ta pyes thash. Dhe sot komunikova me zotin Gjokutaj dhe flas çdo ditë. Te kam edhe përveç se kam kolegë, kam dhe mik, por nuk e di arsyet e vërteta, mbase janë dhe këto për zotin Gjokutaj, nuk di çfarë them, por unë si për qenë transparent edhe me ju, sepse kam qenë gjithkohon me ju media transparent dhe sonde, u ja thash që unë nuk kam asgjë me zotin Meta, por u fton marrëdhënie sepse humbëm mirëbesimi dhe kur humbet besimi, besoj se nuk ja vlen më edhe të vazhdosh në këto kushte. Por një gjë është zoti Abilekaj që avokati nuk i diktohet se si duhet të mbrohesh dhe nuk i thuhet këtë bëj, këtë mos e bë. Avokati dita bëj atë që ditë bëj dhe kaq, mbyllet këtu. Mbyllet këtu. Nëse një pandeu, një njeri në që është një proces gjyqësor, mendon që ka po bëhet ndaj tij një komplot dhe ka frikë se qeveria, pushteti, duke përdorur të gjitha mjetet, mund të ndikojë ose mund të korruptojë ose kjo është një insinuat tani. Edhe njerëz të ditë afërt, se siç akuzon ish bashkëshorten, mund të akuzojë edhe juve duke ju parë me ish bashkëshorten, që jeni pjesë e një komploti, atëherë mund të quajë që kjo do të ishte një nga arsyet. Pra, duke parë parasysh debatin e fundit që patim me ish bashkëshorten me Monikën në seancë, dhe pastaj takimet tuaja dhe marrëdhëniet tuaja me Monikën, edhe fakti që ju vetë sot po thoni që nuk ka komplot, tregon që ai ndoshta e ka humbur besimin për këto arsye, që ju nuk Zoti Meta nuk është se ka pasur pak armiq në politikë. Dini shumë mirë që në gjithë karrierën e tij ka pasur shumë armiq, edhe kanë për shkak të armiqësisë tij ka ndodhur dhe ngjarje në këtë vend, si 21 janari, po ka pasur në 2014 në 2015 që zonja Lala zotin Hoxha e di shumë mirë dhe di shumë mirë çfarë ka ndodhur për ta mjanuar ose për ta nxjerrë nga politika zotin Meta, derisa edhe ai rrëmbim që u bë në mes të rrugës në atë mënyrë ashtu, që nuk ishte arrestim, po ishte rrëmbim, u bë për arsye që s'kishin lidhje fare me komplotet që ai mendon, kishte lidhje me komplotet të tjera, po jo me komplotin juridik që ai mendon, as të zonjës Kryemadhi, as të zotit Shatku dhe as të gjithë atyre personazheve të tjerë që ai ka në mendje. Unë ja kam thënë këtë dhe nuk kam asnjë problem ta ripërsëris prapë që ai ka armiq, padyshim se po mos kisha armiq nuk do ishte aty, po armiqet e tij nuk kanë lidhje fare me çështjen gjyqësore, pra me dëshmitarët apo me procedurat që ne po ndjekim në gjykat. Këtë ta jap me bindje. Qartë. Po avokat ai ka të drejtë edhe ta bëj këtë veprim që ka kryer. Po, zgjedhja e tij. Është zgjedhja e tij. Ne u përpoqëm të pyesim se për shkak edhe të besimit që ai kishte ju. Zoti Rakipi, unë sinqerisht mendoj dhe që në momentin e parë, që në moment që rash në kontakt me provat, me dosje, me aktet, dhe kam diskutuar edhe me gazetarët, jo vetëm publikisht, për mënyra private dhe me zotin Hoxha, me zonjën Lala, që zoti Meta për mua është një pafajshëm që po rrim para burgim. Nuk e di nëse do marrë dënim apo jo, dhe më mendoj dhe shpresoj që me ato prova që ka aty që nuk janë prova, ai duhet të dalë i pafajshëm. Por problemi që ndron që nuk është zgjidhja largimi i avokatëve çdo 6 muaj apo çdo një vit. Sepse fundit nuk është zgjidhje sepse Zoti Meta nuk e ka çështjen juridike për faj penal, e ka çështjen politike dhe duhet mbaj qendrim politik. Unë ja kam thënë her pas here këtë. Zoti Meta është futur detajeve që nuk kanë asnjë lloj rëndësie as për procesin gjyqësor, as për avokatët, për gjyqtarët e kështu me radhë. Pra, ne ishim në kundërshti ose ishim të kundërt në gjykimin se si do të ndiqim strategjinë në procesin gjyqësor dhe kështu që ai ndjek rrugën e tij të shpjegimeve pas një kuptim para gjykatës, sepse fundit duhet të qëndrojë. Pra, padur mos marrëveshje të rëndësishme, mos përputhje dhe duhet të qëndrojë. Unë kam bindje dhe ja kam thënë edhe vazhdoj të them që duhet që ai të qëndrojë si president dhe jo të qëndrojë aty të zvoglohet si njeri i vogël, sepse nuk ka bërë faj penal. Dhe padyshim unë e kuptoj që zoti Meta nuk është Pjetër Arnori, të kuptojmë, por problemi qëndron që ai nuk u mundua që atë madhështinë e tij të zvoglohej dhe kështu që zgjodhi këtë rrugë duke fajsuar ndoshta dhe avokatin.
Zoti Cakrani, dhe bëj pyetje të fundit. Të fundit sepse s'kemi kohë. Ju përpoqet në 13 muaj bët me 10 kërkesa minimalisht për ta zbutur masën e sigurisë. Ndërsa ju dëgjoj që ju këmbgulni që nuk ka prova, zoti Meta është i pafajshëm. Si është e mundur që gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri kanë refuzuar qoftë kundrejt garancisë që vut për 50.000 eurosh, minimalisht ja zbusin masën e sigurisë ta çon arre shtëpie, që është identike me arrestin me burg. Pra, qa ndodhi që gjitha këto kërkesa që bët ju, nuk arritu dot në asnjë moment që minimalisht ta zbusin masën e sigurisë. Shiko, prandaj thash që ai nuk e ka çështjen juridike, se po ta kish juridike duhet ishte sot me një mas tjetër, ose pa mas fare, ose nuk duhet ishte rëmbyer me Ju mendoni që gjithë sistemi gjyqësor e ka çështje politike me metën? Zoti Hoxha, shiko, ju jeni gazetar i vjetër dhe njihni mirë sistemin. Mos harrojmë që vetëm vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim skandaloz kur tha sipas një vlerësuesi të jashtëm. Dhe me që se ishte vlerësuesi i jashtëm, atëherë ata perceptimi ishte që ai duhet rinë në burg. Vetëm kaq mjafton që të kuptosh vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe kjo ka pakun të gjitha atyre zinxhirit të tjerë të gjykatave, pra të gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit apo gjykatës lartë. Kështu që unë këtë e kam dhe ai vetë di shumë mirë që është aty për këtë arsye, por problemi është që ai nga her pas here rëmben edhe pasioni, sepse padyshim është paraburgim dhe kur jem paraburgim me mas arresti, normalisht fillon edhe del edhe nga vetja, por nëse do t'i kishte treguar ndoshta për këmbështrimin tim edhe më i qetë dhe më i durueshëm, padyshim që unë mendoj se do ishte me një mas tjetër. Është thjesht, domethënë edhe ne që flasim këtu, avokat, ju e dini më mirë sigurisht se keni qenë në kontakt vazhdueshëm, por është thjesht të flasësh, domethënë, por kushtet e një të burgosur në rast të tilla e ish presidentit e gjitha çfarë thatë ju, ndoshta i detyrojnë atij, jo në rastin me ty, ndoshta të mendoj ndryshe nga ju dhe ai ka drejt ta bëj këtë gjë. Avokat, unë falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju përshëndes natë e mirë. Për të gjitha sqarimet dhe ne do të jemi dhe për raste të tjera që ju keni në dispozicion. Faleminderit. Natë e mirë, se ma hoqit avokatin me njerë. Do njerë ju veproni në një mënyrë shumë të beftë. Pam, i ishtë një para se ti temu natë e mirë. Se du të mlini të i thoshe natë e mirë, e kupton? Jo do thonë që ja vigilent. Respektohet, bëni një vigilencë më të madhe se shduhet. Po mirë, bëni, hajde. Iku vetë. Vape madhe. Iku vetë. Mbylli. Ja, për a gabimon. Tani, protesta vape të mërshme të gjithë, si që thashë në tonë se ti përqesh, kjo ngjarja që me avokatin, që i largohet avokatit, gjithë fevziu që azisoj kënd aty, se kishtë thënë që nuk sillen mirë me turistët e tjera, ngjarjet pa numërta, por edhe vrasjet vazhdojnë. Dhe nuk ka zgjidhje. Domethënë, ka ndodhur, ditët që kemi diskutuar në gjitha, dhe pa zgjidhje. Për shembull, kemi detajet e reja nga vrasja e Glant Koçit. Çfarë kemi, kush e di më saktë nga ju, Klodi apo Tanoxha? Tani është vetëm Ose e dini barabar? Proceduriale, pastaj le të vazhdoj tani, Prokuroria e Tiranës ka kërkuar leje në gjykatë për bërë kthyrjen e disa kompjuterave që janë sekuestruar në zyrën e autorit të dyshuar të ngjarjes Armand Shakaj, sepse pavarësisht se ka dyshime të forte që Glant Koçi mund të jetë marrë peng dhe më pas vrarë dhe tentuar për të zhdukur trupi për shkak të aktivitetit në kriptomoneda, pra si korrier në kriptomoneda, ka dyshime të tjera edhe sa i përket përfshirjes në call center. Dhe për këtë arsye, prokurorët kanë kërkuar kthyrjen e këtyre kompjuterave për të parë nëse realisht kishte një aktivitet në call center dhe kanë ushtruar kontrole po ashtu me urdhër të prokurorisë dhe të policisë në disa ambiente ku dyshohet se ishte ngritur ky aktivitet i paligjshëm. Dhe vetëm pasi gjykata të jap autorizimin, sepse ka një vendim gjykatës kushtetuese që duhet një vendim i gjykatës përpara se të bëhet kthyrja e pajisjeve kompjuterike, atëherë do të kthyrë nga ana e hetuesve dhe prokurorit me qëllim që të kuptohet qartë motivi i ngjarjes. Pra ka të bëjë përfundimisht
me kriptomonedat dhe lëvizjen e llogarisë që kishte Gland Koçi, i cili ne e dim tashmë e kemi sqaruar me detaje, mënyra se si u zhduk pa gjurmë, si u mbajt peng në zyrën e Armand Shakajt në një ambient përballë drejtorisë policisë së shtetit, fakti që ai u dhunua dhe qëllua me plumb pas koke, më pas që u hodhi një humner në cerujt e Elbasanit e tjera me radhë, por pikërisht sa i përket motivit, prokurorët dhe hetuesit nuk janë të qartë. Pra ka dyshime njëkohësisht, e kam thënë dhe më herët në studion tuaj, si për call centerat, ashtu edhe për kriptomonedat, edhe pse pista më e fortë që prevalon, ka të bëjë me portofolet e kriptomonedave. Dhe këqyrja e këtyre kompjuterave, sepse telefoni i Armand Shakajt nuk gjendet, telefoni i viktimës po ashtu nuk gjendet për të ekspertuar, do të thotë që e vetmja mundësi për të patur një pistë më të qartë dhe një motiv më të qartë, është këqyrja e pajisjeve kompjuterike të sekuestruara në kuadër të aksionit për zbardhjen e kësaj ngjarje, por edhe për gjetjen e trupit pajet të Gland Koçit. Ndërkohë që janë pyetur gjatë ditëve të fundit edhe të gjithë personat që kanë patur kontakte para ngjarjes me Gland Koçin, por po ashtu janë parë ose më saktë kanë patur dijeni të lidhjes mes autorit të dyshuar dhe viktimës. Pra ky është veprimi më i fundit hetimor që është bërë nga prokurorët. Veprimi i fundit, Hoxha, dini ngjeti për këtë? Po të shpuna ju liqi, unë kam kontaktuar me familjarët, me të vllajin, me kushërinjt e tij që në momentet e para për shkak të disa rrethanave të tjera të njohjes me ta, pra që momenti kur shpresohej që ai mund të ishte i gjallë. Vetëm fakt që në të momente u kam thënë që duhet përgatitemi për planin tjetër, sepse nuk gjendjem dot një motiv të qëndrueshëm se për çfarë mund të ketë ndodhur gjëra. Plus ishim në ditët se kishte dalë akoma kush ishte autori i dyshuar i krimit. Në vetvete personaliteti që ka viktima në këtë rast, në komunikime, më kam parë disa komunikime ku ai interesoi aty për të prerë bileta, ku diun ishte shumë korrekt, nuk kishte asnjë çedim në atë moment. Madje edhe ku kishte patur mundësi që të përfitonte ndoj 100 euro, kishte ndarë me punonjësin. Pra kishte ndarë 50 me 50. Dhe kjo gjë e bënte që i çonte edhe familjarët, nuk i pyetën për çfarë ka ndodhur kjo gjë. Vetë viktima nuk është një njeri që ka të ardhura, që ka pasuri, që ka një motor, ka pasat motor, ka ajo është gjë më e madhe që ka pasaj. Dhe kryesisht është marrë me këtë pjesën e, si dhe mund, më shumë ka shërbyer si lloj postieri në këtë histori. Tani, a ka çeduar rrugës, a i ka ndodhur diçka, a mes tyre ka një problem tjetër. Kjo është një çështje që ka ngelur në ajër, po ajo që më ka zhgënjur ose më ka surprizuar për keq deri në këtë moment është të kesh një ngjarje me kaq shumë të dhëna deri tani. Pra u gjet motori, u gjet makina, u gjet karrotreci dhe se kap dot autorin, nuk ka vepruar një organizat kriminale. Pra ka shumë gjurmë kanë lënë shumë gjurmë, nuk është se ata duket se kanë kryer një krim perfekt, edhe kanë qenë të organizuar mirë. Motori u gjet direkt që të mesëm, siç e fshehur e ndiq kamerën. Pra, po ta shikosh në vetvete, ka lënë shumë gjurmë mbrapa dhe fakti që ai po reziston kaq gjatë, po bëhet gati muaj, nga momenti që ka ikur dhe policia nuk e ka kapur, këtu është frika që mund ta kishte vizituar këtë mundësi dhe për të kaluar jashtë territorit, dhe kjo do të ishin problem, domethënë do ta pengonte hetimi për të na çuar edhe tek motivi. Sepse duke kapur direkt autorin, pastaj mund të kishte mundësi nuk kollaj shkonim te motivi. Ndërkohë duke kërkuar motivet për shkort autori, është çik rrugë e gjatë. Kjo histori. Për fat keq, jemi para këtij momenti, ende nuk është gjetur autori, paktën tashmë kemi të qartë se çfarë ka ndodhur, kush e ka bërë, jemi ende të paqartë vetëm te pjesa e motivit, saktësisht cili është motivi pse ka ndodhur kjo gjë. Nuk e di tani, kjo është një histori që do të kishte patur një zgjidhje tjetër, por me sa duket me këto detyrat që ka policia, me 700 detyra të tjera që ka, me sa duket nuk ka arritur dot që ta identifikojë, ta lokalizojë dhe ta arrestojë. Do të ishte qoftë një ngushëllim për familjen e të ndjerit, e viktimës, arrestimi i tij. Fakti që ai nuk është arrestuar, sepse është akoma një zhgënjim i madh edhe për ta. Policia është duke bërë edhe negociata në fakt me familjarët e autorit të ngjarjes për të bërë të mundur dorëzimin e tij apo lokalizimin, apo është duke bërë dhe veprime të tjera hetimore fokusuar kryesisht tek familjarët e autorit, por deri tani
nuk është bërë mundur asgjë, ndërsa për policinë dhe prokurin, kjo në fund ditë, zoti Rakipi është një ngjarje e zbardhur dhe pak rëndësi ka se kur do të arrestohet autori kësaj ngjarje të rëndë fakt. Jo, negociatat për vetë dorëzim nuk mund bëhen me kushte. Jo, nuk po them që po bëhen me kushte. Armand Shakaj kërkon kushte dhe kërkon rrethana lehtësuese, në rastin konkret krimi është makabër dhe duhet të jetë burgimi i përjetshëm pas një diskutim. Nuk besoj që në fund ditës familjarët dhe ai vetë pretendon që nuk do ketë dënim maksimal. Po, vetë dorëzimi është një përpjekje për të lehtësuar pozitën, ndërkohë që në rastin konkret krimi është monstruoz. Do më thënë, një mik të ngusht, ta marrësh, ta thrasësh në zyrën tënde, ta torturosh, ta godasësh, ta qëllosh me plumë pas koke, ta trajtosh edhe pas ngjarjes, ta hedhësh në humnere tira me radhë, do më thënë nuk e di, është një mendje kriminale e frikshme, që normalisht nuk duhet ketë asnjë lloj negociate, por një aksion të pastërt policisë për arrestimin e tij dhe dënimin nga drejtësia, kaq e thjeshtë. Megjithëse bie dakord me ato çfarë thej që ai po bën negociata për të vetëdorëzuar. Kemi dhe dy momentet tjera që unë besoj duhet diskutojmë pak, disa minuta. Sezoni kanabisit, që pas ka sezon kanabis të një hoxha, policia ka filluar një aksion masiv në zonat malore. Dhe kanë marrë 100 parcelat të bjella. Janë azisuar 100 kam, vetëm Malësit e Krujës kanë gjithë 100. Malësit e Krujës vetëm, pse në Krujë vetëm këshu, billet, se kam parun kur lëviz, që të shtrunë dhe dila vinë shumë ma une që sjellin fruta perime, se ne pse vetëm shumë bilim nea. Qa ka ndodhur tani? Ka shumë kanabis në bjerë të vide ku, konkretisht, që është tek? Ma une që vinë nga jashtë, nuk sjellin, nuk mbjellin njeri këtu, fruta perime, Klodo. Fare. Ti thu pse së mbjellin fruta perime? Për fruta perime fletu? Jo, unë po flasë që mbjellin këtë 100 parcela në një vend tu ati, është një jetë mërshme të një qarë. është një degë bujqësisë që ka ecur. Si që ka ecur industri e ndërtimit edhe turizmit, edhe kjo turistët a duan produkt vendet. Kjo degë iku shumë lartë tu ati? Kjo është një brand, ti e mamën zotin Kokëdhima atere, që u duk koqua shumë avangard, për pas ka pasu drejtë që në atë kohë, dhe i këthosh e kjo është brand komtar, pëse të mos e marketojnë. Koqo Kokëdhima, thot? Po, në 2014. I donë të të mbil të këshu, të bënde legale? Po baje, po puna që nuk për zbatojnë. Nuk për zbatojnë? Për kanabisin mjekësor. Nuk e zbatojnë këtë legale, në? Po kjo rekreativi që ne kemi brand komtar, nuk e bëjnë. Doan atë tjetëri që të japin kompandive të mëdha. Doan atë mjekësorit. Po ai mjekësori nuk është për ata fshatarët e shkret. Ai duhet për kompanitë të mëdha. Sepse minimumi kur t'jepi një licencë për kanabisin mjekësor, ti duhet të kesh $1 milion që të fillosh të bësh aktivitetin. Ku ka fshatarë sot që i ka? Duhet të kesh $1 milion që ta mbjellë. Po normal, duhet kompanie e madhe, duhen kamera, duhen punëtor, duhet. Po mos e mbjellë dhe ja jep një tjetër aty ke shet pastaj. Tjetër që si do ta gjejmë julle. Unë po them se ka ligji. Merr licencën dhe gjen mënyrën. Tani, është drejtori i ri që sapo ka ardhur, në fakt, zoti Itaj, ka gjetur një situatë, me sa duket, sepse ka dhe që kanabisi në vitet para zgjedhore shtohet në territor. Kjo është tashmë historike. Gjithmonë në vitet para zgjedhore, dhe kur ka dhe situata tilla se kjo që ndodhë që policia së përsodon vëmendjen, kultivimi i kanabisit rritet. Në këto vitet e fundit, problemi ka qenë që s'ka punëtor. Dhe duhet dhe aty emigrant që punojnë, si s'ka punëtor. Si kanë ardhe emigrant këtu? Po në marim se ka nikë punëtorë tamë. Për kanabisin? Po edhe për kanabisin, se mos në zonat e jugut dhe Shqipërinë e mesme, është problem për fuqi punëtorë. Nga kanë ardhur nga këto vendet që sjellin për pastrim e kështu? Ka sa duash, që nga Tajlanda, gjera? Sirian, ore këtu vërdall nga... Po Sirian janë të zotë se këtë lindje mesme. Sa të gjejnë leket për të vazhduar më tutje me një do rritë muajt, do rritë 3 muaj këtu. Do bëj ato parat dhe do ikej, se nuk do rritë në Shqipër, s'ka ardhë vdes Shqipëri. Tani, në një raport, i cili i ishtë dërguar të gjitha drejtorive të qarqeve dhe komisariateve, raport i brëndshëm, që mban datën 15 qershor 2026, është konstatuar që ka një problematik me kanabisin këtë vit, me zonat dhe shtrirën që e kanë territor. Zona problematike ka qenë Malësia Madhe, zona Shkodrës, Kruja gjithmonë Malësia e Krujës, si vjet në informacionin që vetë drejtoria e burgjeve, më falë, drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, ja u ka quar se kështë informacion i brëndshëm. Kam.
ato kanë evidentuar dy lloj fenomenesh. Së pari, kultivimi në ambiente të mbyllura. Kultivimi në ambiente të mbyllura, pra me llampa, dhe këtu kanë kërkuar edhe nga OSHE-ja bashkëpunim. Dhe po ashtu kultivimin në ambiente të hapura. Kanë kërkuar që OSHE-ja të ndihmojë tu aty. Po normal se ata zbulojnë ku harxhohet energji. Duhet energji të madhe. Po patjetër është procesaj. Dhe në këtë raport, në fakt, janë të specifikuar, do t'i lexoj tani të gjitha zonat, po mbas këtij raporti sekret, që është quar qarqeve, drejtorive qarqeve dhe komisariateve, në kam parë me njëherë filluan lajmet në media për operacionet, për korrje, asgjësim parcelash, në kjo e vurin lëvizje. Me sa duke, deri aty, kishte një marrëveshje që dikush mbyllte një sy dhe ata vazhdonin kultivimin. Në këtë moment, pra muaj qershor dhe korrik, është piku i kultivimit për kanabisin që është në natyrë. Dhe kultivimi i varieteteve të reja që e kanë ciklin më të shkurtër, pra që të kapin dhe për treg të brendshëm sezonin turistik. Dhe sidomos kur janë sipërfaqe të mëdha, sipërfaqet e mëdha nuk i kultivon dot pa patur bashkëpunim me policinë. Edhe pse shoh në shkresën që në udhëzimin që drejtori i përgjithshëm i policisë ka nxjerr, ai kërkon që të merren masa dhe të mbajnë përgjegjësi kudo ku ato do zbulohen. Pra, të mbajnë përgjegjësi edhe inspektorët e zonës, edhe i pyjeve, edhe roja i pyjeve, po edhe kryeplaku fshatit. Kjo ka qenë fillimisht kur ka dalë ligji, por sot duket paksa e kaluar si pjesë, por është fakt që nga momenti që kjo shkresë, ose ky vendim sekret urçuar, dhe thelbi kësaj shkresë është që puna deri në këto momente, pra plani i 13 janarit të këtij viti, në lidhje me kultivimin e narkotikëve dhe deri në mesin e muajit qershor, ishte një dështim. Nuk janë evidentuar zonat me risk, nuk janë marrë masat për ta luftuar kanabisin, për fat të keq të policisë të vit, çmimi i kanabisit në treg është rritur dhe sa rritet çmimi aq më shumë, rritet joshja për ta kultivuar. Plus duke patur dhe treg të brendshëm, e ke kollaj dhe për tregun se s'ka nevojë jo gjithmonë ta çosh jashtë, dhe të gjitha këto të dhëna kanë bërë që policia e shtetit të fillojë dhe të azjesojë. Prandaj këto shifra që po jepen aktualisht, dhe besoj në ditën e vijim do rritet, do vazhdoj të rritet sasia, sepse tashmë ka ardhur monitorimi nga Guardia di Finanza, drejtoritë e qarqeve të pajisura me dron. Problemi është që deri tani nuk çoi dronin në vendin e dur. Me sa duket droni ka filluar të fluturojë aty ku duhet. Tjetër kemi për këtë po gjenden parcel. Kanabisi. Unë nuk dua të ndalem shumë te kanabisi zoti Rakipi, sa dua të ndalem tek eksponentë të krimit organizuar, të cilët mbredhin në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan e tjerë ditën për dia, dhe policia e shtetit apo jo vetëm narkotrafikut, por edhe autorët të dyshuar të ngjarjeve të rënda të identifikuar dhe shpallur në kërkim, dhe deri më sot nuk ka asnjë aksion të qëndësishëm për kapjen e tyre. Edhe një aksion që patëm për fat keq në zonën e Maliqit përfundoi me një policë të vrarë dhe një tjetër të plagosur, dhe unë mendoj që fokusi i policisë së shtetit duhet të jetë pikërisht tek arrestimi i bozëve të krimit, të cilët duke qenë se dhe Dubai ka rënë tashmë si një oazë i tyre, janë duke mbledhur të lirë në Shqipëri dhe duhet të ketë realisht një punë të mirëfillt policore për arrestimin e tyre. Dhe më pas patjetër janë call centrat, është kanabisi, ka problematika, ka një çështje të tjera, por unë mendoj që fokusi kryesor duhet të jetë tek dyzina vrasësh që mbledhin të lirë rrugëve të Shqipërisë. Po, absolutisht. Dhe këto janë, jo vetëm me makina shtrete, më kanë vrarë dhe janë sot ditën për diell rrugëve të qyteteve. Dhe mendoj kjo duhet na shqetësojë realisht. Patjetër pastaj kanabisi ka qenë do të jetë të shtypin, mos e kesh mendjen. Kanabisi është problem se shitet e shkollat. Kemi dhe një të fundit fare. E çojnë te fëmijët. Se fillove e pash që fillot të mërziteni ju. Do ta bëjmë shkurt të fundit fare. Jam në Gjermani të. Ka patur zhvillimet nga procesi për vrasjen e Kosova. Për vrasjen jo, më në fund të dy dhe përmbyshin e ta. Tani, ka patur zhvillime nga procesi për vrasjen e Martin Canit. Apeli ka urdhëruar ekspertizë të re psikologjike për autorin e dyshuar Mario Përleshaj. Ekspertizë psikologjike çfarë tani nga mendja? Jo, ka të bëj duke qenë se... Pse, çfarë ka ndodhur tani? Atëherë, si autor dyshuar... Atëherë, Mario Përleshaj nga gjykata e Tiranës është dënuar me 16 vite burgim për akuzën e vrasjes kryer në rrethana të tjera cilësuese, për shkak se Martin Cani ishte i mitur dhe po ashtu vrasje për shkak të rrethanave cilësuese mbetur në tentativë
në dëm të Luis Meqes që ka mbetur i plagosur. Çështja është që gjatë shqyrtimit në apel, pavarësisht se procesi ka qenë me dyert të mbyllura dhe media për shkak se edhe viktima dhe autori dyshuar dhe i plagosur janë të mitur dhe nuk lejohet sepse ligji ndalon të dalin të dhëna sensitive që kanë të bëjnë me të miturit, është kërkuar dhe janë caktuar 2 psikologe që të kryen një vlerësim të ri psikologjik për të përcaktuar gjendjen që është si autori dyshuar ashtu edhe i plagosur, sepse kjo më pas i jep mundësinë gjykatës për të dhënë një vlerësim, një vendim të drejtë sa i përket ngjarjes. Por në fakt përtek këtij vendimi dhe riqeljes ose qeljes së pjeshme të shqyrtimit gjyqësor, unë mendoj që në lidhje me vrasjen e Martin Canit, mendoj që duhet të kthehemi te prokuroria dhe mendoj që duhet të kërkojmë llogari prokurorisë se si është e mundur që më shumë se 2 vite e ca pas kësaj ngjarje të rëndë, nuk ka asnjë përgjegjës nga shkolla ku studionte Martin Cani që është viktim në këtë ngjarje të rëndë dhe po ashtu edhe fëmijët e tjerë dhe nuk ka asnjë përgjegjës institucional në lidhje me këtë çështje, që nga oficeri i sigurisë e çështje tjera dhe ne nuk na është thënë se ku ka qaluar zinxhiri i ruajtjes dhe sigurisë në shkolla, por vazhdojmë dhe merremi me ngjarjen. Sigurisht që sa i përket autorit të dyshuar, drejtësia do ta thotë fjalën e vet, edhe nëse gabon apeli do shkojë në gjykatën e lartë, por çështja është që sot prokuroria nuk ka dhënë përgjigje se çfarë nuk shkoi në shkollën e Martin Canin dhe si nuk u parandalua një krim kaq i tmerrshëm, ndërkohë që mes fëmijëve ka patur konflikte të vazhdueshme përpara se të ndodhte ngjarja e rëndë. Dhe kjo mendoj që duhet na shqetësoj më shumë se sa fakti që gjykata ka urdhëruar një vlerësim të ri psikologjik me ekspert të rinj, që është më se normale për të dhënë një vendim të drejtë dhe për ta zgjidhur çështjen në themel. Pak më vonë këtë foto, në? 1 minutë më vonë. Kemi më për këtë që do fut një lajm të rëndësishëm për sekundë vetëm. Pra, kemi më, Klodi? Po mbaroj, Klodi? Mbaroj? Tani keti? Jo. Më jep këtë foton, po, është zhdukur një 9 vjeçar kërkohet ndihma e qytetarëve për ta gjetur. Kush? Në orë 3, të 21. Të 21 dhjetori, gjuna. Një nene ishte drejtori i taksisë Joqes në fillim në Albani duke kërkuar ndihmën e qytetarëve për djalin 9 vjeçar i cili është zhdukur prej disa orësh në Tiranë. Kush e gjen dhe kush mundet, domethënë, është e rëndësishme. Ka disa orë që ka humbur dhe me këtë mund të them që urojmë që të paktën në këtë rast mos ketë ndonjë pasojë. Po. Në momentin që është larguar 9 vjeçari ka qenë i veshur me një kostum sportiv të zi, si në foton që fëmia ka dërguar në redaksi. Ne se kemi aty, por nëna e tij i bën thirrje gjithë qytetarëve që të nëse mundin të ndihmojnë. Atëherë të nderuar teleshikues, me këtë njoftim të inshallah gjenet sa më parë, është një fëmijë 9 vjeçar. Ky ishte programi ynë për mbrëmjen e sotme. Me 2 ndarë në 2 pjesë, protesta ishte pjesa e parë, zuri rëndësishëm, po kaq të rëndësishëm dhe ngjarjet e aktualitetit të cilët ne i trajtojmë dhe unë falenderoj shumë kolegët që morën pjesë në këtë bisedë dhe tani ne do të takohemi në emisionin e ardhshëm, vapa të vazhdojë, të gjitha gjërat që unë ju përmenda ju, do vazhdojnë protesta, vapa të gjitha, zheku i korrikut e gushtit e të gjitha do të vazhdojnë, por ne do të përpiqemi të jetojmë tani. Kishin filluar të shkrinë dhe semaforët. Europë. Semaforët edhe prej plastike. Fillim, mo po më vjen një njoftim që djali është gjetur. Është gjetur? Po, më vjen një njoftim me qenë se jemi në punë. Zotit Apo shumë. Ja është gjetur. Ne u përpoqëm të thoshim një gjë që mo ma kaluan. Mo merri njoftim tani më shkruajtën ata. Bravo. Po që djali është gjetur, urojmë që nderuar teleshikues, është me një lajm mjaft i mirë që është gjetur 9 vjeçari i humbur. Ne këtu e përfundojmë bisedën dhe një faleminderit. Shihemi tani të njëjtën. Jemi përsëri këtu, do mbledhemi, do të flasim, do themi gjëra plota. Natë e mirë.